Demokratike do t'i përgjigjet me të gjithë forcën kësaj situate, si me rrugë ligjore, ashtu dhe me protestat fuqishme të ligjshme. Të dashur qytetar dhe qytetare, pavarësisht nga pretendimet e Edi Ramës se nuk ka vend për ndërhyrjen e Delta Forces pasi sipas këtij Shqipëria nuk është Venezuelë dhe nuk ka naftën e Venezuelës. E vërteta është se Shqipëria në disa aspekte është Venezuelë tipike. Nuk ka rezervat botërore të naftës, por Ramaduro dhe Maduro janë si një pikë ujë të pisë të ndarë në mes. Rama udhëheq kartelet më të fuqishme të kokainës në Europë, kartelin Çopja, kartelin Troplini, kartelin Çela, i heroinës ky i fundit kryesisht. Rama është faktur se një lloj si Ramaduro arreston kundërshtar politik, përdor institucionet për shtypjen e pluralizmit. Edi Rama, një lloj si Ramaduro, i ka familjar, jo vetëm vetë ju dhe, për i ka familjar të zhytur në drogë. A ju të shoqen ky vllau, Olsin me dokumenta. Rama, një lloj si Ramaduro, ka varfruar shqiptarët në shkallë të pabesueshme. Nga njerëzit më të paguar në vitin 2013 në rajon, janë sot njerëzit më të keq paguar në rajon. Rama, një lloj si Ramaduro, një lloj si Maduro, përzen qytetarët nga vendi vet. 40% të shqiptarëve kanë ikë gjatë regjimit Ramës, kundrejt 20% në rastin e Venezuelës. Pra, vërtet gjeografia është krejt tjetër, vërtet përmasat janë të ndryshme, vërtet rezervat e naftës janë të ndryshme, por ngjashmëria midis Ramaduros dhe Maduros janë identike, vëllezër siamez, në raport me drogën, në raport me demokracinë, me shtypjen, në raport me qytetarët dhe interesat, grabitin e tyre. Ndaj dhe i them dhe njëherë, jep dorëheqjen me njëherë, jep dorëheqjen sepse do të dorëheqin dhe mos harro kur 20 shkurtin. Se çfarë din shqiptarët të bëjnë me kultet e rreme, me kultet satanike. Pra jep dorëheqjen. Dhe syri televizion, kisha dy pyetje zoti Berisha. Nëse do të shkojmë në skenarin që Shqipëria mund të ketë zgjedhjet parakoshme, a është e gatshme Partia Demokratike ty në këto zgjedhje pa një qeveri teknike? Dhe pyetja e dytë, prej kohësh po qarkullon në media mundësia e një qeverie teknike, më pas për të kaluar në zgjedhje të tjera. A ka Partia Demokratike ndoshta një plan, apo se kur është koha më e përshtatshme për të nisur funksionimin kjo qeveri teknike dhe pse pikërisht kjo kohë, për cilat motive? Spari pa qeveri teknike për të përgatitur zgjedhjet, në zgjedhje nuk shkohet. Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Ne e kemi deklaruar këtë. Dhe kjo është një vërtet e faktur tashmë. E faktur jo vetëm nga ne, por nga komuniteti ndërkombëtar vëzhgimi zgjedhjeve. Ndaj dhe Partia Demokratike dhe opozita kërkon largimin e Edi Ramës, kërkon një qeveri teknike e cila të përgatit një proces zgjedhor të drejtë. Kjo është kërkesa jonë. E dyta, ne natyrisht në kohën e duhur do të japim mendimet tona edhe për qeverinë teknike dhe për persona dhe për gjithë
Për ne, rëndësi vendimtare ka përgatitja një procesi zgjedhor të drejtë dhe mos bllokimi i drejtësisë, i ligjit dhe kushtetutës. Dy janë kushtet. Se një qeveri që bllokon drejtësinë është për t'u hedhur në lanë. Drejtësia nuk do të bllokohet. Është kushti gjitha kushteve që të funksionojë ndarja e pushteteve. Jo si sot që një njeri merr të gjitha pushtetet në një dorë, merr dhe vlerësimin e provave, thot se urdhra që kam dhënë me mesazhe nuk janë prova, nuk janë urdhra. Dëgjoni tani çfarë gjë ku shkon. Pra, ky i pranon fajin e vet, e ka pranuar. Që kur thot se nuk kemi Venezuela me naftë, që kur thot se mesazhet nuk janë prova, ky do thot se është një vlla siamez me Maduron dhe se është Lubia është prestanomi i tij, se ato të gjitha i ka urdhëruar ky. Zoti Berisha, Isa Mizoj nga Ora News. Ditën e premte ju keni thirrur dhe keni nisur tani më shpërndarjen e ftesave për tryezën e opozitës. A do ju dërgohet ftesa dhe partive të tjera opozitare që nuk janë aleate me Partinë Demokratike dhe e kanë fjalën për Shqipëria bëhet e Adriatic Klapa, Të gjithave. Lëvizja Bashkë e Arlin Çorit? Të gjithave, Isa. Të gjitha partitë pa përjashtim do ftohen. Ne mendojmë se koha është për të krijuar një front të gjerë opozitar në mënyrë që me shkallën më të lartë të përgjegjësisë forcat politike opozitare të qëndrojnë në lartësinë e kërkesës kësaj kohe, të bashkëndojnë të gjitha përpjekjet për të dhënë goditjen përfundimtare narkoregjimit të Edi Rams. Janë të ftuara pa përjashtim të gjitha. Dhe pyetja e dytë, përmendet në fjalën tuaj 20 shkurtin e vitit 1991, protesta e rradhës e Partisë Demokratike do të jetë para datës 20 shkurt apo me 20 shkurt? Do përcaktohet, por ka mundësi para datës. Ka mundësi para datës. Nuk është përcaktuar. Sot fillojnë konsultimet, do përcaktohet, do e njoftojnë. Por do ketë pa diskutim protest. Nuk heqim dorë, ne jemi tani, e kemi thënë dhe për para këtë, ne strategjia jonë është protesta dhe. Zoti Berisha, në vazhdim të pyetjes kolegut më përpara, ndërkohë që ju keni bërë ftesën për bashkimin për protesta të gjithë frontit opozitar, nga ana e Shqipëria Bëhet ka patur një propozim që të dilin protestë në shesh pa pranin e flamujve partijak. Jeni të gatshëm ju që të shkoni në shesh si, po them, qytetarë si shoqëri civile pa pranin e flamujve për të bashkuar, po them? Nuk besoj se flamujt mund të jenë pengesë për bashkimin. Ne nuk kemi asnjë pretendim që partia mundësiat mos vinë protest me flamurin e vetë. Të gjitha partitë, të gjitha të vinë me simbolit e tyre. S'ka ndonjë, çfarë ka rëndësi themelore, them unë, ka rëndësi vërtetësia si opozit, e vërtet. Dhe unë mund të them se flamujt e partive, ku përveç tyre do ketë dhe jashtë spektrit të këtyre flamujve, nuk jo që janë një frymëzim dhe jo një pengesë, sepse flamuri i Partisë Mundësia frymëzon të gjitha ata të cilët e mbështeten atë parti dhe tani e shqojnë për përpjekjet e saj të drejta të ndershme për ndryshimin. Po kështu flamuri i Partisë Demokratike, këto nuk janë. Unë e kuptoj atë idenë që qytetarët, po këtu tani të themi të vërtetën, nuk është se nuk do të donim të shihnim derdhjen pa flamuj të qytetarëve, po kjo nuk po ndodh. Atëherë duhet forcat politike, sepse të jemi realist, në tërësi kjo është e rrallë, pavarësisht se ç'thuhet. Janë forcat politike ato që mobilizojnë dhe organizojnë protestat. Ndodh, ka pasur ndodh, për shembull, ndodhi me armë kimike,
po ajo ishte një situatë shumë e mpreft akute, në të cilën adoleshentët kryesisht e konceptuan atë një rrezik direkt për jetën e tyre dhe dolen bravo qoftë, shkruan një kapitull të mrekullueshëm në historinë e protestave, por s'besoj që kjo është një problem, rëndësishme është që ne të bashkëndojmë, bisedojmë dhe të gjejmë rrugët më të mira për t'i dhënë përgjigje narkoshtetit. Dhe pyetje